Rasti këtu më ndryshe, se kërkesa për me tërheq dërheqen vjen para miratimit të dërheqjes. Po t'i shkon dërheqja miratume, s'kish pas më kërkes për tërheqje se s'mundet më tërheqje, o krya e punë. Do me thonë, momenti kër ata kanë bo kërkes për tërheqje, ju keni marrë vendim për mos mja u pranu kërkesën për tërheqje të tërheqjes, se u bota shkjo u qashtumë për shkallzu si fjalisa mund me hu kuptimin, dhe mja u pranu dërheqjen, me 4 vite vones. Po thëmë që është pa i juj, personalisht pëse është kjo vones, po si do qoftë nuk është situata që për shembull kanë dhënë dërheqje dhe s'kena mujt mi kthy. Keni mujt mi kthy, keni vendos mos me i kthy. Kjo vendim. Kjo tha nuk kanë integritet, sepse ju kanë nështruar. Nuk kanë integritet. Nuk kanë integritet. Kanë qenë lojal ndaj shtetit Serbisë, jo falë veç dëmonë. Veç flas me ta, unë që ta e pyeta. Do me thonë, nëse nuk kanë integritet, a janë kolektivisht të pa integritet, apo individualisht na njëpit të ne? Po ndryshë nuk mujnë më të cisu ata, më falë. Qajnë për gjithë Po ndryshë nuk mujnë të cisu. Me ta të besë dhe ty të njëjtën pyetje. Po ndryshë nuk mujnë të cisu. Nëse mundet, mendoj që shkon mirë me komentu, është që në rastin e KPK-s, me që lëvizjave të vendosje, me deputetet e saj, ishën sigur cili ka me qenë vendimi, ka najtë të heshtër. Në rastin e KXK-s, ku nuk ishën sigur për vendimin, jo mbo Lule Gjela. A i ke po që jo mbo Lule Gjela këtë deputet? Si jurist dhe profesionist, që kështë thonë për këta të shemë? A nuk është kjo ndërhyrje? A nuk është kjo presion? E para ndoshta komunikimet, diskutimet politike ju takojnë aty në të cilët merren edhe me politikë, ndoshta mund t'ju takojnë me shumë edhe juve, me gjitha të në kontekst juridik ne e kemi trajtuar këtë pikë të rendit të ditës dhe i kemi paraprik këtij procesi, e që më pas ndoshta mund të ketë kriju pasojë që diskutohet edhe vendimorja në Këshillin Gjyqësor. Ajo që unë mund të them, legjislacioni në Republikën e Kosovës, e keni edhe avokatin aty, nuk një tërheqje të dorëheqjes. Dhe ne nuk kemi trajtu kontekst politik. Ne e kemi trajtu në kontekst juridik. Çështja nëse shikohet në kontekst të kohës, unë mendoj që edhe në kohën kur është bërë dorëheqja, ndoshta kanë qenë situatat e jashtëzakonshme institucionale dhe politike, megjithatë, edhe në atë kohë do të mendoja njëjtë. KPK-ja ka pas për detyrë të vlerësoj dhe natyrisht që në atë kohë do duhet ndërmerrej veprimi i njëjtë që të miratoheshin dorëheqjet. A mundëm, pra... Ka mungesës integritete, që shkodhët avokati. Se ma përzi që tash. Se ju po thune që ata s'kan pas drejt me kërku tërheqjen e tërheqjes, dakord, s'pelej ka ligji. Avokati këtu që thë që e dike që keni marrë vendim, tha se ata s'kan integritet. Jo, ata do të binë në integritet, sepse do të binë në integritet në një konkurs të ri. Unë e pyta pse si keni trajtu tërheqjet individualisht, avokati tha se ata s'kan integritet. Që shtu ke përgjigje avokati. Ma mirë që jam këta, po Dardoni e tha kështu. Jo, Dardoni e tha kështu, tha për mendim temin, tha ata nuk kanë integritet. Pra, e në kuptohet se s'kanë integritet. Mendimi zotëriu të tjetër se. Mirë po, vendimi tash. Logikishme për një njeri që është lojal ndaj shtetit Kosovës, një njeri që i bindet një urdhëresë, pra, shtetit sërbë, më falë është të kryu. Nuk mëret me pas integritet. Jem të mundu me folë për çështje profesionale dhe politike. Po, dhe profesionalizëm është se Se me po me nëzirë tonë flamurat dhe këtu sëri. Po jo më rëllos, po sa më në flamur?